Përfundimisht fenomeni shkodran Luis Eli e shkundi Italinë mbrëmjen e djeshme. Ai ka realizuar një super koncert në Piacenza atje ku qindra shqiptar ishin mbledhur vetëm të për. Mëngjesin e sotëm rrjeti është mbushur me qindra video dhe foto të shpërndara nga pjesëmarrësit e koncertit të mbrëmshëm që duhet thënë se ka qenë jashtëzakonisht energjik dhe i jashtëzakonshëm. Në video mund të shihet qartazi entuziazmi dhe energjia e madhe që jo vetëm shkodrani i zemrës, por të gjithë shqiptarët e pranishëm kanë përcjell çdo minutë të koncertit. Ata shihen duke u kënaqur me performancën e fenomenit shkodran në maksimum dhe duket se gjithçka ka shkuar jashtëzakonisht mirë. Të gjithë mbështetësit dhe dashmirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë vurbull videosh të shpërndara në rrjetet sociale. Ata kanë bërshruar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura dhe tejet pozitive kundrejt shkodranit të zemrës ku më së shumti e urojnë për suksesin e arritur në Itali dhe për gjithçka të bukura që ka dhuruar mbi atë skenë. Duket se Luisi e ka shijuar pafund sikurse çdo shqiptar i pranishëm atje. Ai ka kënduar një sër këngësh të cilat sot cilësohen si hitet të tija dhe sigurisht nuk kanë munguar coverat e njohur dhe temase të pëlqyer nga artistët e ndryshëm që Luisi ka zgjedhur t'u rikthej perlat muzikore me zërin e tij. Me pak fjalë shqiptarët e Italisë mbrëmjen e djeshme kanë qenë shpërthyes dhe të gjithë e kanë adhuruar spektaklin që shkodrani i zemrës u ka falur me gjithë shpirt. Pjesëmarrësit janë duke u shprehur jashtëzakonisht të lumtur dhe të kënaqur. Luisi arriti t'u dhuronte emocion dhe shumë ndjesi të bukura pozitive që kushdo do kishte dashur t'i merrte në atë moment. Ka qenë vërtet një nga koncertet më të suksesshme dhe më të bukura që fenomeni shkodran ka bërë jashtë Shqipërisë. Ky koncert do të mbahet mend gjatë dhe kushdo që ka qenë i pranishëm në atë vend ka krijuar kujtime shumë të bukura dhe të çmuara që nuk do i harrojnë asnjëherë. Me siguri edhe shkodrani i zemrës ka ndjerë pafund dashuri dhe energji të mirë nga shqiptarët e Italisë të cilët e kanë treguar se sa shumë e duan atë dhe që mezi e kanë pritur performancën e tij.